Dhe nga Këshilli Organizativ i Kongresit Tirana 2010. Në patronatin e Kryeministit të Republikës së Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berisha, nga data 31 maj deri me datën 4 qershor 2010, do të bëhet kongresi i dytë ndërkombëtar për studentë të shkenca mjekësore Tirana 2010. Ky projekt përfaqëson një traditë në vazhdim të kongresit të parë ndërkombëtar të studentëve për shkenca mjekësore Kosova 2008, që është mbajtur nga data 28 maj deri me datën 1 qershor 2008 në Prishtinë, dhe i cili është mbështetur fuqishëm nga institucionet shtetërore, arsimore dhe shëndetësore të Republikës së Kosovës, si dhe organizma të respektuar ndërkombëtar, si zyra e USAID dhe organizata botërore shëndetësisë. Në kongresin e parë, në kuadër të aktiviteteve të shumta, me disa ligjërata nëpërmjet telemikësisë kanë kontribuar edhe studentë nga Universiteti i Arizonës nga SHBA, e cila është mundësuar falë ndihmës së profesor doktor Rifat Latifit dhe qendrës së telemikësisë kosovare, e cila lidhje ka qenë në rrisi e kongresit të tanishme të organizuar nga organizata të ndryshme ndërkombëtare të studentëve për shkenca mjekësore. Në mbyllje të kongresit të parë, u vlerësua se kishte një pjesëmarrje të studentëve në numër mbi 390, ishin mbi 40 prezantime të punimeve shkencore të studentëve të Universitetit të Prishtinës dhe universiteteve ndërkombëtare. Është pikërisht realizimi i kongresit të parë dhe kërkesa shumë e madhe e studentëve për aktivitete të tilla, ajo që shtyi organizatën KISCOMS, që kongresi i dytë të mbahet në Tiranë dhe në organizim të bashkë të studentëve nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Për qëllimin përgatitje të deri dhe programi, ftojmë zënjueshën Zamira Kalimaj, kryetari i Këshillit Organizativ të marrë fjalën. Faleminderit Besar. Kongresi i dytë ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore Tirana 2010 ka për qëllim bashkimin e studentëve shqiptar të cilët studiojnë për shkenca mjekësore në një organizim të vetëm ndërkombëtar shkencor, si dhe ndikimin në mënyrë të drejtë për drejtë tek studentët e të gjitha trevave shqiptare që studiojnë shkencat mjekësore, që të krijohet tek ata një shprehje e mirë e punës për aktivitete dhe projekte shkencore. Antarët e Këshillit Organizativ të Kongresit, studentë që studiojnë në universitetet për shkenca mjekësore në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, prej muajit tetor të vitit të kaluar, kohë kur edhe kanë filluar përgatitjet zyrtare në realizimin e fazave organizative të projektit të kongresit, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Këshilli Organizativ i Kongresit gjatë gjithë kohës ka realizuar takime me institucionet shtetërore, arsimore dhe shëndetësore të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, me organizme ndërkombëtar, si dhe takime me studentët e të gjithë shkencave mjekësore. Këto takime kanë pasur për qëllim jo vetëm informimin, por dhe trajnimin e studentëve në mënyrë që ata të ambientoheshin me ndërtimin e një abstrakti dhe punimi shkencor në mënyrë sa më profesionale. Kongresi ka hasur vazhdimisht në përkrahjen e institucioneve shtetërore, veçanërisht atyre arsimore dhe shëndetësore në shtetet tona. Përmendim këtu mbështetjen e çmuar të rektoratit të Universitetit të Tiranës, e Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë, e Ministrisë së Shëndetësisë, të cilat jo vetëm na kanë dhënë një vlerësim maksimal, por dhe na kanë motivuar në çdo hap organizativ. Ndjehemi të nderuar veçanërisht nga përkrahja që kryeministri profesor Dr. Sali Berisha i ka bërë këtij kongresi. Mendojmë se mbështetja e tij është padyshim vlerësimi më real që i bëhet kongresit. Nga tetori i vitit të kaluar dhe deri më tani kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi me 10 aplikime të studentëve shqiptar dhe ndërkombëtar në adresat e Këshillit Organizativ të organizatës KISCOMS. Deri më tani kanë aplikuar mbi 450 studentë për pjesëmarrje aktive dhe pasive, ndërkohë që ende presim aplikime të tjera. Komiteti Shkencor i Kongresit, në kryesimin e profesor Rifat Latifit, kryetar, dhe në përbërje të profesorëve mësimdhënës, Mentor Petrela, Ferit Koçani, Vilma Papajani, Sami Salihu, Jovan Basho, Recep Hoxha, Enver Roshi, Shemsedin Dreshaj dhe Nazmi Koçi ka bërë vlerësimin e mbi 130 punimeve shkencore të studentëve shqiptar dhe studentëve nga universitetet të ndryshme, rajonale, evropiane dhe botërore. Për detaje mbi programin e kongresit, ftoj zotin Behar Ismaili, njëri nga nënkretarët e Këshillit Organizativ që ta marrë fjalën. Faleminderit Zamira. Gjatë ditëve sa të zgjata të kongresit, do të prezantohen mbi 130 tema nga lëmi të ndryshme të shkencave mjekësore, nga shumë shtete evropiane dhe botërore, si Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Austri, Spanjë, Sri Lankë, Poloni, Itali, Greci, Gjeorgji, Izrael, Bosnjë, Turqi, Ukrainë dhe disa tjerë.
Totali deri tashëm i aplikimeve është mbi 450 punime, prej cilave 247 janë aktiv, ndërsa të tjerë janë pasiv. Natyrisht presim nga aplikime tjera. Temat cilat do të prezantohen, prej tyre mbi 90 prej tyre janë të mjekësisë përgjithshme, 20 në stomatologji dhe të tjera në drejtime tjera të shkencave mjekësore si infermieri, mami, fiziatri etj. Në kuadër të kongresit do të kemi edhe seminare ndërkombëtare. Njëri nga seminaret do të jetë ai nga Leiden Academy, e cila funksionon në kuadër të Leiden University, universiteti më i vjetër në Holland, i themeluar në vitin 1575, dhe të cilët do të ligjerojnë mbi temën e ardhmja e mjekësisë në rolin e plagjes, si dhe seminarin ndërkombëtar i Helsinki. Në emër të Këshillit Organizativ të Kongresit, grupit të studentëve të Maqedonisë, fjalën e merr zoti Valon Saliko. Faleminderit Behar. Për studentët shqiptar nga Republika e Maqedonisë, pjesëmarrja në organizimin e këtij kongresi është me rëndësi të veçantë, sepse paraqet një rast të mirë për të dëshmuar kapacitetin organizativ dhe shkencor, si edhe për të bashkëpunuar me kolegët e tyre nga të gjitha vendet dhe trevat shqiptare. Nga Universiteti i Shkupit dhe nga Universiteti Shtetëror i Tetovës kanë aplikuar për pjesëmarrje në Kongresin e Tiranës një numër i konsiderueshëm i studentëve shqiptar dhe studentëve maqedonak, duke kontribuar këtu me disa tema nga lëmia e mjekësisë, stomatologjisë dhe farmacisë nga të dy universitetet e lartë përmendura. Duke filluar prej takimeve të para të Këshillit Organizativ e deri më sot, një ekip studentësh që studiojnë në fakultetet të shkencave mjekësore në Shkup dhe Tetovë, kemi punuar intensivisht në propagimin e kongresit në rrethet studentore në Republikën e Maqedonisë. Gjatë kësaj kohe, kemi organizuar takime me studentë të fakulteteve të ndryshme të shkencave mjekësore për të shprehur rëndësinë e kongresit në jetën akademike të një studenti. Kemi pasur takime edhe me asistentë dhe profesorë në universitetet tona, nga të cilët kemi pasur përkrahje në formë direkte dhe indirekte për punën që ne duhet bërë, si dhe për punime shkencore të studentëve që t'i prezantojnë gjatë kongresit. Kongresi i dytë ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore Tirana 2010, për partner të organizimit të këtij kongresi në Shqipëri, ka organizatën Almedicus. Pikërisht për këtë bashkëpunim ftojmë drejtorin e organizatës Almedicus, zotërit Auland Muka, ta marrë fjalën. Organizata Almedicus është një organizatë mjekësore studentore e krijuar nga një grup studentësh të shkencave mjekësore pranë Universitetit të Tiranës. Prej kohësh tashmë, përmes gazetës dhe revistës që organizata boton, përmes publikimeve dhe debateve në emër të drejtave studentore, është bërë zëri studentëve të Fakultetit të Mjekësisë. I shpirtit kërkimor dhe shkencor, si dhe i nismave të reja në nivel institucional në lidhje me arsimin në Shqipëri. Kongresi i dytë ndërkombëtar i studentëve të shkencave mjekësore Tirana 2010 vjen në momentin kur universitetet shqiptare vuajnë mungesën e aktiviteteve që nxisin punimet shkencore, shpirtin e studimeve dhe udhëtimeve në grup, shkëmbimet ndërstudentore dhe pasurimin profesional. Ai është i pari për nga lloji vet, dhe ne si Almedicus e kemi mirëpritur një projekt ku gjejmë parimet dhe vlera për të cilat luftojmë për çdo ditë. Është kënaqësi e veçantë jemi partner në këtë bashkëpunim që ka rezultuar shumë i frytshëm për studentët shqiptar. Në emër të studentëve të shkencave mjekësore të Tiranës, do doja të përshëndesja ideatorët e projektit dhe gjithë grupin e punës në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni për punën dhe sukses. Edhe njërë më